Ndërpjekje pati, por jo edhe zgjidhje. Kosova nuk arritit që ta zgjedhë presidentin e ri brenda afatit kushtetues dhe vendi shkon në zgjedhje. Qytetarët e Kosovës do t'i drejtohen sërish kutive të votimit për herë të tretë për zgjedhje nacionale brenda 16 muajsh. Në datën e 28 prillit, dita e fundit e afatit kushtetues, ku vendi u shpërnda në mesnatë pasi dështoi të zgjatë presidentin e ri, për çka nevojitishin 2/3 e deputetëve. Dashur deputet, shumë nderuar e dashur qytetarë të Republikës Kosovës, media që po e përcjellni këtë seancë, stafi i Kuvendit të Republikës Kosovës, kjo seancë shënon fundin e këtij procesi dhe fundin e kësaj legjislature, fatkeqësisht, sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, Kuvendi konsiderohet i shpërndar dhe zgjedhjet do të shpallen brenda afatit kushtetues. Donse nuk dihet se çfarë rezultati do të sjellin zgjedhjet e reja, teksa zgjedhjet e kaluara u mbajtën vetëm 4 muaj më parë, pushteti e opozita fajsoi njëra tjetrën për dërgimin e vendit në zgjedhje dhe mos zgjedhjen e presidentit. Për këtë fundit, partitë opozitare analistë thonë se është dështim i kryeministrit Albin Kurti, partia e të cilit në zgjedhjet e fundit mori 51% të votave. Ata vlerësojnë se Kurti nuk pati vullnet që të gjejë konsensus me partitë opozitare për të zgjedhur presidentin dhe për të evituar zgjedhjet. Për rezultatin e zgjedhjeve, të gjitha partitë janë optimistë për rezultate më të mira se ato të dhjetorit. Por vetëvendosja vlerëson se qytetari do ta ndëshkojë opozitën e kjo e fundit mendon njësoj për partinë në pushtet. Se cila do të ketë të drejtë, finale do të jetë vota e qytetarëve në ditën e votimit. Mbajtja e zgjedhjeve do t'i kushtoj vendit miliona euro, nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kanë thënë se për të është sfidë mbajtja e zgjedhjeve në një periudhë kaq të shkurtër kohore, por që janë duke ndërmarrë të gjithë hapat ligjor për organizimin e tyre. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka treguar për dokumentarin ekspoze se aktualisht në çfarë faze është KQZ me organizimin e zgjedhjeve. Aktualisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, administrata e tij është duke u marrë me përgatitjen e çështjeve të cilat janë me urgjencë për të trajtuar në mbledhjen e parë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pasi të caktohet data zyrtare për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Në këtë drejtim, këto përgatitje përfshin planin e aktiviteteve për organizimin e këtij procesi zgjedhor, vendimin e KQZ-s për shkurtimin e afateve kohore për organizimin e këtyre zgjedhjeve, sepse ligji për zgjedhjet e përgjithshme ja jep të drejtën KQZ-s që në rrethanat e tilla kur kemi zgjedhje të parakohshme, procesi apo aktivitetet zgjedhore do të zhvillohen brenda një periudhe të shkurtër kohore, pra me afate të shkurtra. Dhe gjithashtu në këtë fazë të përgatitjeve është edhe planifikimi i buxhetit, i cili pasi të miratohet në mbledhjen e KQZ-s, do t'i dërgohet qeverisë së Kosovës për miratim. Natyrisht ne jemi deklaruar më herët se përket proceseve zgjedhore gjatë vitit të kaluar. Sigurisht është sfidë për KQZ në administratën e tij organizimi i ka shumë procese zgjedhore brenda një periudhe të shkurtër kohore, por ky është mandati kushtetues i KQZ-s dhe do të ndërmarrin të gjitha hapat ligjor për organizimin e këtyre zgjedhjeve. Për lëvizjen vetëvendosje, fajtor për shkuarjen në zgjedhje dhe mos zgjedhje të presidentit janë partitë opozitare. Kështu ka deklaruar për dokumentarin ekspoze ish deputeti i kësaj partie Mefail Bajqinovci. Opozita me këmbë e me krye është fajtore që vendi ka shku në zgjedhje. Nuk ishin të interesuar që ta kemi një kandidat konsensual, ku kryeministri Kurti kërkonte 3 emra dhe prej 3 emra ta zgjedhim një, por ja këtu ku jemi është fatkeqësi e madhe që e kemi një opozitë e tillë e cila bllokon që 3 por zgjedhje po bëhen që opozita po bllokon dhe po shpresoj që mire pat zoti Kurti kur tha dje që po shpresoj që kjo opozitë ndrohet. Sipas tij, opozita kishte për qëllim rrëzimin e Kurtit dhe si mjet të vetëm për këtë përdori çështjen e presidentit. Ai shton se qytetarët nuk meritojnë sërish maltretim me zgjedhje të reja. Unë mendoj që leva e vetme për me rrëzu kryeministrin Kurti ka qenë çështja e presidentit. Sepse këta në për debate televizive, në për deklarimet e mediumi juaj i respektuar në Kuvendin e Kosovës e kanë pas një deklarat tërkohën. Ne nuk kemi çka me u djek.
ne duhet shkojmë me çdo kush zgjedhje. Dhe vetëm Alev për shkuar në zgjedhje ka qenë presidenti. Ju keni pa që PDK-ja ka deklaruar që ne nuk votojmë asgjë dhe nuk vim për të diskutuar, edhe përveç pa marrë parasysh kërkesës që është bërë nga kryeministri Kurti, ndërsa LDK e ka zhagitur këtë punë dhe nuk ka dhënë emra të cilët i kemi kërkuar 3 emra konsensual. Edhe në fund e kërkuam edhe 15 nënshkrime për kandidatin të cilin e kanë, e të cilin nuk i kanë nënshkrimet. Dhe tash nuk di se çka duhet me bë për me pas një president dhe mos shkojmë zgjedhje. Mas pakti i konvenon lëvizjes vetëvendose të shkojnë në zgjedhje sepse zgjedhjet janë mbajtur para 4 muajve. Dhe është gjëna këtë popull me e dërgu prapë në zgjedhje me e maltretu. Por këtë e bën opozita, ka bën 2025, 2 herë, pastaj e ka bërë edhe tash. Ndërsa ish-deputeti i PDK-s Eman Rahmani shkuarjen në zgjedhje e sheh prej vendimeve më të mira që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Ai për ekspoze thot se në këtë mënyrë është shpëtuar vendi nga autoritarizmi i plot. Ajo çka ka ndodhur dje është njëri prej vendimeve më të mira që ka ndodhur Kosovës, mendoj që nga pavarësia e Republikës Kosovës, për shkak që dje është shpëtuar Kosova nga kalimi në autoritarizëm, apo jo është dhënë mundësia qytetarit të vendosë a do në Republikën e Kosovës të ketë autoritarizëm apo të ketë demokraci ku qeveria, kryeministri jep llogari kuvendit, presidenti zgjedhet prej kuvendit dhe nuk kemi një qeverisje e cila e kontrollon edhe kuvendin, edhe presidentin, edhe secilin institucion në vendin tonë. E di që për qytetar mundet me u dog pak e rënd, shpenzim në është rreth 10 milion euro, mirë po ajo çka është shpëtu është shumë më e madhe se sa ajo që mundet me qenë e shpenzuar në këtë afatet shkurta kohore, kështu që për të ardhmen e vendit është shpëtimi i Republikës dhe i demokracisë, andaj është një diçka e cila ka qenë domosdoshme të ndodhë dhe është fal angazhimit të gjithë deputetëve të opozitës që mos kemi edhe mos lejojmë që vendi të kalojë në autoritarizëm të plotë. Se lëvizja vetëvendosje ishte shkaktare e zgjedhjeve të jashtëzakonshme mendojnë edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Antari i kryesisë së kësaj partie, Alban Zogaj, për ekspoze të Gazeta Blitz, ka thënë se Kurti si fitues i zgjedhjeve kishte qasje jo serioze për të arritur marrëveshje dhe për të zgjedhur presidentin. Me thonë të drejtën ne që një kohë e pamë që po vim deri te kjo pikë, sepse qasja e fituesit zgjedhjeve, qasja e partisë e cila duhet me marrë primatin për me i dhonë vendit institucione ishte shumë jo serioze. Dhe ne e pamë ditë ma përpara, mos me thonë javë ma përpara, që po vim deri te ky rezultat. Kur nuk ka qasje pozitive e konstruktive për me i dhonë vendit institucione, gjithmonë kemi me ardhë deri te kjo pikë. Krejt që ka ne vazhdimisht kemi kërku dhe jemi tregu shumë konstruktiv, është që t'ulemi në tavolinë, të kemi qasje serioze, të bëjmë marrëveshje politike sepse institucionet e vendit nuk mund të krijohen pa marrëveshje politike dhe të ecim tutje. Ajo marrëveshje politike me gjas për vetëvendosjen ishte e pamundur, sepse për ne ka qenë fare thjesht, me thënë të drejtën, po për ta ishte e pamundur dhe jemi ku jemi, kështu që tani duhet bëhemi gati për zgjedhjet e fundit muajit ose fillimit qershorit. Edhe nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, vlerëson se Albin Kurti është fajtori për shkuarjen e vendit në zgjedhje. Ai për ekspoze ka thënë se është dështim që një lider që merr 51% të votave në zgjedhje të mos arrijë të krijojë konsensus dhe të zgjedhë presidentin. Po, sa i përket shkuarjes së vendit në zgjedhje, unë mendoj dhe jam i bindur që nuk ka qenë nga dishmëria e Zotit Kurti që bashkë qeveris me subjektet opozitare, në këtë rast me LDK-n, PDK-n, Aleancën, por që në fillim ka dëshmuar që ai nuk është i aftë që të krijoj konsenzus me subjektet politike, sepse qartë e ka ditë që duhen 2/3 në kuvend deputetëve për të zgjedhur presidenti i Kosovës. Një lider
që nuk mund të krijoj konsenzus apo bashkëpunim kur i duhen votat, në këtë rast, si që është zgjidhja e presidentit, mendoj që është dështim dhe kryefjala dhe ai që është fajtor për shkuarjen zgjedhje është kryeministri Albin Kurti. E them këtë me përgjegjësi të plot, sepse që në start është dashur që të ftoj opozitën për bashkëpunim dhe të krijoj institucione stabile. Nuk e ka bërë këtë dhe mendoj që mendjen e tij ka qenë aratisja nga përgjegjësia që i takon dhe vendin e kalon këtë krizë. Për analistën Shqipe Pajtina, fajtori kryesor për shkuarjen në zgjedhje është Albin Kurti. Por sipas saj, klasa politike në përgjithësi ka dështuar të gjejë zgjidhje për presidentin. Po tash me këshyr me gjithë fajtorin besoj se është e ditur tashmë, edhe nuk është fajtori vetëm mbram që e kuptuam, po është sidomos të 2 vitet e fundit, kur kemi pa një mungesë të komunikimit mes subjekteve politike. Dhe kur them komunikim, nuk e kam fjalën vetëm disa takimeve formale që i kanë bajt, por një komunikimit të sinqert, ku në qendër të diskutimeve janë çështjet e interesit publik, e jo kush po bëhet kryeministër, kush po bëhet kryetar kuvendi, apo siç e pa mbrëm kush po bëhet president. Pra, klasa politike, për mendimin tim në përgjithësi, ka dështuar të jetë në krye të detyrës, të veprojmë në përgjithësi dhe natyrisht sa më e madhe që është përgjithësia, gjithësisht pushteti, aq më i madh është edhe faji në këtë punë. Kështu që nëse duam të gjejmë një fajtor për këtë çështje, mendoj që ai ka emrin Albin Kurti. Ajo vlerëson se zgjedhjet kanë qenë të shmangshme, por që po ashtu ka thënë se liderët opozitar kanë qenë të ngurtë për arritjen e një marrëveshje për presidentin. Absolutisht po. E gjithë kjo është krejtësisht e panevojshme. Diskutimet është dashur të bëhen më herët, madje të diskutohen edhe emrat, përfshi edhe disa prej emrave që u përmendën dje. Por nuk ka pas vullnet për arritjen e një zgjidhje. Gjitha kjo që ka ndodhur këto 2 javë të fundit që gjoja komunikim, gjoja takime nuk kanë qenë të sinqerta për arritjen e marrëveshjes, këtë e kanë parë gjithë ata, e keni parë edhe ju si media që e përcjellni politikën, sepse tashmë e kemi kuptuar se si funksionon edhe kryeministri Kurti, por edhe liderët e partive opozitare. Ata kanë qenë shumë të ngurtë në qëndrimet e tyre dhe është vërejtë që nuk ka një vullnet për arritjen e një marrëveshje. Por duke pasur parasysh se zgjedhjet e kaluara janë mbajtur vetëm disa muaj më herët, më 28 dhjetor të vitit të kaluar, çka duhet pritur nga zgjedhjet e reja? A do të sjellin ato zgjidhje apo mund të ketë sërish krizë institucionale? Bajqinovci shprehet skeptik, teksa thotë se opozita është kokëfort dhe duhet të reflektoj. Mendoj që me këtë kokëfortësi të opozitës, ku nuk është e gatshme t'i gjejë emrat konsensual mbi partijak që vetë kanë deklaru gresë. Jo ne. Tashmë opozita e dërgoj vendin e zgjedhjeve dhe po besoj që do të reflektoj, por besoj që këta deputet të cilët kanë qëndruar në për korridore dje dhe nuk kanë ardhur, sepse janë votuar që mos shkojnë zgjedhje pas 4 muaj, t'i ndëshkoj qytetarët dhe mos t'jenë një pjesë e madhe tyne pjesë e Kuvendit Kosovës, pasi që ata kanë ardhur me punu në ligje, me votu presidentin dhe me vazhdu kuvendi punën, e jo me shkuz dhe 4 muaj. Se nuk do të ketë krizë pas zgjedhjeve vlerëson ish deputeti Rahmani. Sipas tij, qytetarët janë të vetëdijshëm për punën e secilit dhe blokadën për presidentin. Unë besoj që nuk do të ketë krizë politike, besoj që qytetarët tashmë kanë pa gjithë aktivitetin e secilit, shpërfaqjen e jashtëzakonshme sidomos të këtij pushteti, sidomos në raport me çështjen e presidentës dhe zgjedhjes së saj. Pra, besoj që qytetari është i vetëdijshëm dhe ka me pas mundësinë të vendosë edhe në bazë të punës edhe aktivitetit të gjitha partive politike. Mbetet detyrë dhe përgjegjësia jona që të angazhohemi dhe t'ja u shpjegojmë qytetarëve situatën se pse kemi shkuar në zgjedhje dhe pse është domosdoshme të parandalohet një autoritarizëm vend, dhe se në asnjë vend në Evropë nuk ekziston në autoritarizëm apo dikush që kontrollon gjithçka ose ajo çfarë është kërku dhe është dëshiru nga ky pushtet që
të shkohet në zgjedhje dhe të fitohet 2/3 apo mbi 66% të votës. Në asnjë vend të Evropës, në asnjë vend demokratik nuk ekzistojnë më parti politike autoritare që kontrollojnë çdo gjë në vend. Zgjedhjet japin momentum të ri politik. Kështu vlerëson Alban Zoga i LDK-s, i cili thotë se këto zgjedhje do të japin një rezultat tjetër. Zgjedhjet gjithmonë japin një momentum të ri politik. E unë mendoj që po krijohet një momentum i ri politik edhe kësaj here, e sidomos rreth LDK-s dhe një projekti që ne kemi quajtur një ribashkim i së djathtës. Andaj zgjedhjet normal që do të japin rezultate tjera e pastaj me rezultate tjera edhe konstelacion tjetër politik. Sepse në bazë të forcave edhe fuqisë të votës politike, do të ulemi pastaj në tavolinë edhe për të pasur si do t'i krijojmë institucionet. Dhe çka është shumë e rëndësishme dhe që qytetarët duhet me pas parasysh kësaj here është që tash faktikisht votohet për krejt institucionet e Kosovës. Votohet, normalisht ne votojmë për kuvend të Kosovës, por ai kuvend ka me votu qeverinë e Kosovës dhe presidentin pothuajse në të njëjtën kohë, që është rast i rrallë, por shumë i rëndësishëm për vendin. Ndërsa Paleka i potencon se në zgjedhje shkohet për të bërë zgjidhje nga sovrani. Sipas tij, qytetarët do ta braktisin Kurtin me votë për shkak të veprimeve të tij. Mendoj që pse shkohet në zgjedhje. Shkohet për të bërë zgjidhje nga sovrani. Dhe në këtë rast, qytetarët kanë me menduar shumë mirë që kësaj here duhet për të bërë zgjidhje me votën e tyre. Jo që të krijojmë kriza. Prandaj, mendoj që me veprimet e Kurtit, qytetarët do ta braktisin me votën e tyre, sepse nuk dije që sa fuqishëm e kanë përkra, i ka 51% të votës dhe mos t'jesh në gjendje të krijosh institucionet me këtë numër vota, me këtë përqindje, mendoj që është nonsens që të kërkosh prap nga qytetarët që të krijon një problem tjetër dhe ne kemi të krijojmë ngërçe tjera të një pasnjëshme. Prandaj mendoj që qytetarit do t'jeti vendosur, do thotë po ne të kemi votuar për të krijuar institucionet, për të menaxhuar dhe për t'ju ofruar të mira qytetarëve, ja që kësaj here do të vendosim ndryshe. Skeptike për zgjidhje është shprehur analistja Shqipe Pandina. Ajo thotë se duhet vullnet nga politikanët pasi sërish të njëjtit do të ulën për të diskutuar për çështjen e presidentit. Prap duhet vullnet. Çka nëse përsëritet rezultati i njëjtë apo i ngjashëm me këtë? Sërish të njëjtit lider politik duhet të ulen të bisedojnë dhe të gjejnë një zgjidhje. Dhe nëse ata nuk e kanë vullnetin për gjetjen e zgjidhjes, ne do të sillemi në një rreth vicioz. Mua më dhimbsen vetëm ata qytetarë që janë në moshën 18 vjeçare, që nuk kanë drejt vote dhe nuk munden me vendos, por të gjithë ne që i kemi mbi 18 vjet, duhet jemi po ashtu duhet ndihemi përgjegjës që të veprojmë drejt, të zgjedhim njerëzit e përgjegjshëm, në mënyrë që pastaj edhe ata të sillen në mënyrë të përgjegjshme dhe të ndrohet kjo farë mënyre e mendimit politik dhe të bërjes politik, sepse nuk po na çon askund si shoqëri. Mjafton shkoni të shiqoni spitalet dhe shihni se si është gjendja atje, shihni nëse po bëhet diku ndonjë punim në ndonjë rrugë apo dikun tjetër dhe më tregoni se kur keni ndëgjuar për fillimin e ndonjë reforme në arsim. Por çështje që janë jetike për qytetarët, askush nuk merret me to. Për ditë kemi rritje të çmimeve, kriza gjithnjë e në rritje dhe liderët tonë vazhdojnë të mos pajtohen për pozita, pra jo për politika, jo për projekte, jo për kauza, por thjesht për pozita. Por çka presin partitë nga zgjedhjet e reja? Vetëvendosja shpreson në përqindje më të madhe se në zgjedhjet e kaluara, ndërsa thotë se opozita do të ndëshkohet nga qytetarët. Unë besoj në reflektimin e opozitës, tash nuk mund të them cila parti, që mos të bllokohet çështja, mos të jetë lehtë presidenti për shkuar prapë në zgjedhje. Ju e dini, keni ndëgjuar edhe kryeministin Kurti ku thotë që ka rrezik të shkohet edhe në një parë zgjedhje. Pra kjo
kjo është kokëforcia më e madhe e opozitës që ka ndodhur deri më tash. Po unë besoj që do ta marrin dënimin e merituar dhe ajo fjala që e keqja nuk ka skaj. Mendoj që do të ketë edhe më keq për opozitën, sepse ata kanë thënë që ne jemi djeg, s'kemi çka më u djeg më shumë. Kemi rënë 10%, 15%. Jo, unë mendoj që populli nuk do t'ja falë qëndrimin nëpër korridore këtu. Nga PDK thonë se do të angazhohen për rezultat sa më të mirë zgjedhor. Unë çdo herë kam qenë i udhëtari asaj që ne duhet punojmë të angazhohemi, pastaj qytetari vlerëson dhe mbështet atë sa na punojmë edhe angazhohemi. Këto ditë deri në ditën e zgjedhjeve kur do të caktohet që besoj që do të jetë në kuadër të brenda 45 ditë çfarë edhe është interpretimi i gjykatës kushtetuese, duhet punojmë fort, të angazhohemi fort dhe që të bindim secilin qytetar çka është e dobishme për vendin dhe cila është rruga e cila do të jetë më e mirë për qytetarët e Republikës. Ndërsa nga LDK vlerësojnë se do të dalin më mirë se në zgjedhjet e dhjetorit. Unë mendoj që qytetarët janë duke kuptuar krejt situatën, edhe po e shohin edhe kryenëqësinë e fituesit zgjedhjeve për me bo zgjidhje, për me i dhonë vendit institucione. Andaj unë konsideroj që kësaj here qytetarët e Kosovës kanë me bo një balans të peshave politike në mënyrë që të ketë marrëveshje e tecët tutje me institucionet e vendit. LDK në bazë të gjitha sondazheve që ne kemi qasjen toje që i bëjmë edhe vetë, del shumë më mirë se sa në zgjedhjet e dhjetorit. Dhe sidomos me një përbashkim të madh, ne konsiderojmë që do të kemi një rezultat fantastik në to zgjedhje. Kurse Lekaj thekson se AK është e përgatitur për ta bërë më të mirën e mundshme në zgjedhje, teksa thekson se opozita duhet të ofrojë alternativë që ta dërgojë vetëvendosjen në opozitë. Unë mendoj që nëse nisemi nga ajo vlerësimi çfarë punë ka bërë qeverisja Kurti, mendoj që sot jeta e qytetarëve është vështirësuar, pagat e ulta, çmimet enorme. Merë me mend 1 kilogram bukë 60 cent. Ku po don ma keq. Pastaj kalon vendin 1 litër derivate naftë për shembull e kije 1.70 cent. E mos përmendim gjëra tjera, mendoj që kjo krizë e krijuar nga vetë qeveria Kurti, s'do mend që qytetari do ta godas me votë. Prandaj, në këtë drejtim, mendoj që do të ketë ramje dhe opozita duhet jetë aktive me alternativë, jo me fjalë boshe, por duhet që t'jemi ata që i ofrojmë program qeverisës një alternativë ma ndryshe, për ndryshe atërë qytetari pse na votoj neve. Mendoj që në këtë çështje opozita është e përgatitur, në këtë rast Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është e përgatitur dhe do të bëjmë më të mirën të mundshëm që kjo këtë qeverisje të largohet dhe të kalojë në opozitë dhe të vinë forca tjera, treja energjike që do ta ndryshojnë komplet qeverisjen e vendit që do të punojnë për të mirën e qytetarëve. Pandina shpreson në ndryshime të rezultatit në zgjedhje, por që thotë se është ende herët të dihet se si do të duket skena politike në fushat. Ende nuk e dim se si do të duket skena politike në fushat, pra kush do jenë kandidatët për kryeministër, a do të kemi ndonjë figurë të re apo ndonjë subjekt të ri politik që kësaj here do t'i futet gares, si do të zhvillohet fushata. Kështu që është herët për mendimin tim për të thënë nëse do të ketë ndryshime. Unë du të shpresoj shumë se do të ketë ndryshime dhe më në fund qytetarët do e kuptojnë që është koha që ata ta marrin përgjegjësinë e duart e tyre, të mos ja lënë këtyre politikanëve të papërgjegjshëm dhe të zgjedhin njerëz që janë më të përgjegjshëm. Derisa deri në mbajtjen e zgjedhjeve kanë mbetur edhe disa javë, partitë do të kenë mundësi të paraqesin programet e tyre, e qytetarët të vendosin se kush do t'i përfaqësojë, me shpresën për të mos pasur sërish krizë institucionale.